Një ndër faktorët është faktori atmosferik që nuk është në dorën tonë, por ne në fakt nuk mund t'ja vëmë fajin gjithmonë këtij faktori, pasi qeverisja lokale edhe së bashku me qeverisin qendrore duhet e përgatitur edhe për raste të tilla. Dhe është shumë e rëndësishme bërja e planeve të menaxhimit të riskut. Është shumë e rëndësishme ta parandalosh sesa ta përballosh pasndodhjes së këtyre fatkeqësi natyrore, përmbytje, zjarret, të cilët shoqërohen pastaj me dëme të mëdha materiale në drejtim të komuniteteve dhe qytetarëve të atyre zonave. Dhe është e vështirë, e para njerë është shumë e vështirë për bashkinë të menaxhojë situatën e momentit të çastit, kryesorja jeta e banorëve dhe pastaj prona e tyre dhe pastaj rikuperimi dhe mbulimi i gjithë atyre dëmeve është shumë e vështirë. Është mendoj shumë më e madhe dëmi se sa ti paraprish me disa investime paraprake që të parandalosh këtë. Atë duhet të kombinojmë dy faktorë, faktorin natyror dhe faktorin njerëzor. Për faktorin natyror tashmë njeriu ka të bëjë, por jo aty ku duhet, sepse ke ndeshje me elementet e ngrohtjes globale, ndryshimet klimatike, që janë përtej fuqisë së njeriut, edhe pse sot po diskutohet gjithmonë më shumë që edhe në këtë aspekt, pra ngrohtjen globale, ndryshimet klimatike, faktori i njeriu është përcaktues, por kur i referohem nga ana tjetër kanë fjalën për menaxhimin, për rolin që ka njerëzit, shoqëria, politika, institucionet për të marrë masa për të përballuar situata të tilla. Në fakt ka pas viti investime në përbashki, por mendoj që ka akoma punë për të bërë dhe mendoj që duhet ketë një vëmendje të shtuar. Qoftë nga ne kërkuam nga qeverisja qendrore që fondi i cili është i parashikuar tek ligji 4% i buxhetit të çdo bashkie të jetë për mbrojtjen civile, të kaloj tek bashkia, vit pas viti dhe të trashëgohet, pasi deri tani ana udhëzimi i Ministrisë Financës është që nuk trashëgohet për vitin pasardhës, pra duhet të shpenzohet gjatë atij viti. Në fakt është mirë që të trashëgohet dhe është mirë që bashkitë të vendosin vit pas viti edhe nga buxheti i tyre në mënyrë që të kenë një fond të dedikuar për emergjencat civile, i cili të shoqërohet ky fond për investime paraprake, por edhe në momente kur kemi diçka të paparashikuar, si tërmetet ose të kesh fondin për të reaguar në mënyrë të menjëhershme dhe për të ofruar ndihmën tek qytetarët në mënyrë të menjëhershme. Është shumë e rëndësishme kjo gjë. Unë jam i zhgënjur për mënyrën se si këto vitet e fundit është trajtuar çështja e natyrës, nuk është konsideruar si duhet ndryshimet klimatike, nuk janë marrë masa sensibilizuese, masa ndërgjegjësuese, nuk është investuar në infrastrukturë, pra nuk është investuar në teknologji për të parandaluar sa mundemi këtë shkaktarin që vjen shkakun, pra faktorin. Për qytetarët, çdo përmbytje është një provë e vështirë, ku shpresa për ndihmë shpesh zhgënjen. Dhe ndërsa uji zhyt gjithçka, besimi i njerëzve zhytet po ashtu. Kanalizimin nuk janë bërë. Ura të pengon shumë, kur bëhet autostrada. Të bëhet me këmbëza. Të gjithë që po dalin nëpër këto kështu, vetëm ura është që pengon të gjithë vjosën atje. Se po të bëhet deri këtu, të ke kanali Vadis, që është asnjë natura, 250 metro, ka hapësira i të hapet. Pa i s'ka hapësira aty. Po nga vitet e tjera, nga përmbytjet e viteve të tjera, keni marrë ndonjëherë dëmshpërblim? Nga vitet e tjera ka marrë. Më ka thënë misër. Jo, flasim para. Për dëmë. Jo para, jo, qa para e më. Ore, nuk dua para. Nuk dua asgjë, as oris, as makaron asgjë. Unë dua vetëm mos më mbytet toka, mos më mbytet shtëpia. Nuk jam i interesit të më marrni pak makarona se më dha shteti.